e përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Isa, ka një linjë, ka një grup të themi, rrymë, të cilët vërtet nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur dhe të mbështetur nga parti politike dhe kandidatit jo partjak të propozuar nga parti politike. Kandidati jo partjak i propozuar nga parti politike është kandidati partisë politike. Kandidati i pavarur të cilin zgjedhin i cili ka ndonë në pavarur, por partitë politike e gjejnë të përshtatshëm për ta mbështetur në interesin më të mirë të qytetarëve, absolutisht në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Pra, e kundërta do ishte, mendoj unë, do ishte jo reale. Nuk është kandidat i propozuar nga ne. Nuk është kandidat i partive opozitare jo partjak. Jo, është kandidat i pavarur të cilin partitë opozitare kanë vendosur ta mbështesin. Edhe gjatë një javë rresht, unë jam marrë me çështjen e modelit pikërisht për transparencë. Dhe jo të gjithë njerëzit e realizojnë modelin. Pastaj, rryma keqdashse, ndjella keqse, e cila e tërbur nga fakti se ky kandidat i pavarur ka premisa të ketë mbështetje të gjerë në elektoratin shqiptar të pavendosur gri, po qoftë dhe të spektrit më të gjerë të mundshëm. Kjo i tmerron. Çfarë tha ai një gjë sa të bukur? Ogerta përfaqëson 100% Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Dhe me këtë unë mendoj se intervista e tij ishte intervista e një njeriu të ndershëm dhe sinqert para qytetarëve të Tiranës. Ai aty për herë të parë, qytetarët nuk ndëgjuan një politikan apo qoftë dhe një përfaqësues jo partjak të partive politike të flasë për partitë, të flasë për liderët, lavdinë e tyre, por foli vetëm për qytetarët. Kam filluar punën 8 vjeçta. Dhe unë tha, njoh në atë filozofin, çdo lloj dhimbje, vuajtje, preokupimit qytetarëve. Pra unë mendoj se ai emision, ai debat, ai paraqiti veten ashtu siç është një përfaqësues të qytetarëve të Tiranës. Dhe ju garantoj ju dhe të gjithë shqiptarët se pikërisht për këtë qëllim, për këtë shkak, ne kemi mbështetur plotësisht. Tani, pjesa e dytë.
Ka një kërkesë ndaj Partisë Demokratike, shumë e ligjshme, që kjo parti të ndryshojë dhe të hapet. Unë kam premtuar këtë. Unë ju garantoj se jam shumë serioz në ato që premtoj. E kam premtuar këtë dhe e konsideroj jashtëzakonisht të drejta të kërkesë të qindra e mijëra demokratëve, por edhe mbështetësve tanë. Dhe ne në këto zgjedhje, duke adaptuar këtë model me kandidaturat pavarura, mbështetjet të kandidatëve të pavarur në bashkitë që garojnë 6 bashki, besoj se bëm një hap në drejtimin e duhur. Dhe kjo do vazhdojë. Partia Demokratike do bëjë gjithçka për të mbrojtur interesat e një spektri më të gjerë të mundshëm të shqiptarëve. Ajo është partia e interesit kombëtar dhe ka qenë dhe mbetet, po kjo pastaj duhet të ketë edhe atributet tjera që po përpiqet. Ky ishte, thash, një hap shumë i rëndësishëm. Hapa tjerë do bëhen. Demokratët duhet ta dinë. Iku koha kur Partia Demokratike mbrohej nga një agresion mafioz kombëtar dhe ndërkombëtar.